Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahu t'i lutemi me emrat e Tij të bukur, me atributet e Tij të larta, na dhurojë dije të dobishme, na mundsoj vepra të mira, sa të jemi gjallë, na furnizojë frymëzim pastër dhe halal. Zotit i lutem që të na njohë me të vërtetën, dhe të na bëjë pasues të vërtetës mbasi ta njohim, dhe të na bëjë të njohës të pavërtetës dhe të na largojë nga pa e vërteta mbasi ta njohim. Pa humbur kohë, po filloj me pyetjet, të cilat kanë ardhur dhe i kemi të rezervuar. Ka ardhur kjo pyetja, shpresoj që të kapet. E parë, cili është gjykimi, thot, për këto, sepse i bën një hoxh në Shkodër? Kështu është pyetja. Pra çfarë bën ky zotnia? Ka libra të vjetër, e gris nga i faqe për ditë, edhe u arras njerëzve si nuska. Ky hoxha që bën kështu gjonash duhet denoncu, dhe unë do të sugjeroja që denoncimi të shkojë tek Myslinia e Shkodrës, në mënyrë që t'i tregohet vendi këtij njeriu dhe të merren masat, sepse nuk mund të ketë hoxhallar të tillë, domethënë, manipulues dhe mashtrues. Këta janë njerëz që abuzojnë me ignorancën e popullit, edhe domethënë lozin. Kështu që këta njerëz duhen denoncuar, e me që këtu thot Shkodër, të shkohet tek hoxha Muhamet Sytari Muftiu, edhe besoj se do i tregohet vendi një situatë të tillë, pasi hoxha ka eksperiencë goxha interesante me këtë lloj kategorie njerëzish. Jam aftësi të kufizuar dhe kam diagnozë të rëndë multiple sklerozis dhe më pengon shumë drita e diellit. Mirë po kam gjuar një hoxh që thoshte se ata persona që i pengon drita e diellit janë të prekur nga djalli. La haula wala quwata illa billah. S'është e vërtetë një gjë e tillë, nuk ka lidhje fare. Mund të jetë ndonjë lloj sëmundje, ndonjë lloj problematike me shikimin, që njeriu nuk duron dot dritën e diellit. Çfarë problemi ka? Ku është, çfarë lidhje ka kjo me djallin? Po këtij hoxhës më duket se ju pas ka fut djalli, edhe flet kot. Edhe kjo faktikisht është mirë që të publikohet. Bëhet fjalë për një faqe të cilën e kanë xhamati Ahmedia, pra është një xhamat që ne kemi denoncuar prej kohësh si një xhamat jo besimtar musliman, pra s'kan lidhje me Islamin. Ata mund të jenë çdo lloj gjëje, përveç se musliman nuk jam. Dhe njerëzit, për shembull, klikojnë për ndonjë pyetje për Islamin, dhe ata kanë azhurnuar aq mirë situatën në Google, saqë çdo pyetje që bëhet për Islamin, për Kuranin, për kohët e namazit, për iftarët, përgjigjja e parë del e tyre. Dhe kjo tregon dobësinë tonë dhe zgjuarsinë dhe shkaktësinë e tyre. Vëllezërve muslimanë ju rroft që ka IT me mira, e specialista kompjutrash me qindra mira, futu aplikatorën në Google, përgjigjja e parë xhamati Musliman Ahmedia, pra janë qafira, përgjigjja e të cilëve ty del e para në Google, kur ti googullon. Kështu që vëllezërit që kanë IT e që kanë shkenca kompjuterike, le t'i binë qemonës e të kënaqen, sepse u kanë marrë, si thuhet ajo? U kanë marrë në kthes. Dhe kanë obligim gjithë ta çunat vëllezër, dhe kanë për obligim që të punojnë te kjo pjesë në mënyrë që kur të googullohet mos të dalin ata të parët. Faqe jo besimtarësh, faqe qafirash, dalin të parat si përgjigje islamike në Google. Kjo është fatkeqësi. Dhe është obligim për mua si hoxh, për ju si xhamat, për gjithë ne të japim një zgjidhje këtij muhabeti. Atëherë kjo faqja xhamati Musliman Ahmedia thot,
a është i mundur komunikimi me të vdekurit. Dhe thot që Zoti mund t'ia lejojë ndonjërit për njerëzit që të komunikojnë me vdekurit, madje thot një herë themeluesi i xhamatit Musliman Ahmedia, pra ai krye qafiri i themelimit të këtij sekti, ka ndalu thot në Hoshirapur, atje thot zbriti nga karroca dhe ka fillu tregoj ato prallat me të vdekurit. Fatkeqësia më e madhe e situatës është se sërish në një hadith të muslimit tregohet dhe përmend mrekullinë e profetit alayhis salam që ka fol dhe i ka thirrë të vdekurve. Subhanallah. Mrekullia që i është dhënë profetit alayhis salam dhe ky zotnia themeluesi i këtij sekti, ai që me nerjush ka vdek për malarjes më halet, që e zuni mallkimi, kur boni mallkimin me atë dietarin asaj kohe, Thanauallahu Hindi, e krahason veten me profetin alayhis salam. Thot përderisa profeti alayhis salam ka komunikuar me të vdekurit, që edhe lala jot komunikoj me të vdekurit. Sepse ky pretendon ose pretendonte se ka qenë 2 in 1, 2 në 1. Mehdiu, Mesia, e shkrir në Ahmed Gulam Qadiani. Ai pretendonte se është Mesia dhe pretendonte se është Mehdiu. Po vdiq më halet i shkreti. Vdiq prej barkut. E zoni mallkimi, e zoni malaria. Prandaj ju bëj thirrje vëllezër dhe motra, mos klikoni në këtë faqe, në faqen e tyre, sepse nuk janë feja jonë. Nuk janë feja jonë, kujdes. I kameti sabafit, ka për qëllim sabahun, do të jetë në dialekt, ndonjë lloj leximi. A është një si i kametet e tjerave namaze? Po, njësoj, s'ka asnjë lloj dallimi, hiç. Valla, mundet që femrat të falen pa çorape? Mundet. Nëse janë të mbuluara, pra kanë vesh diçka sipër, pra që mbulon edhe këmbët, nuk është kusht patjetër të kenë çorapet. A e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mbajtjen e unazave në 3 gishtat e parë dhe a vlen kjo për të dyja gjinit? Në gishtin tregues ka ndaluar që të mbahet unaz. Tani ka dalë një modë e re që ka dalë modra e makinës së dhikrit. Dhe moda e makinës dhikrit vjet këtu. Edhe vllai pa u lodhit. Sa u bon kaq. Nuk bon në gishtin tregues. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të vendoset unaz në gishtin tregues. Dhe kjo vlen për të dyja gjinit. Ndërsa në gishtat e tjerë lejohet për femrat. Lejohet për femrat, po ka dietar që thonë që në gishtat e tjerë, 1, 2, 3, mund të lejohet dhe për meshkujt. Ka mendim. Po në gishtin tregues është ndaluar. Në gishtin tregues është ndaluar, prandaj edhe ai dhikërtori ose dhikr llogari bërsi ose llogari bërsi i dhikrit nuk duhet vendoset në gishtin tregues. Po ku ta vej, tha njoni? Ta shveje ku dush, së më intereson kjo pjesë. Veje ke huna. Da ka dhe këto tik, 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 për i dhikër. Një afërmimi ka një biznes të tij dhe dëshiron të postoj ulje për Black Friday. Jo, ne muslimanët nuk kemi Black Friday. Ne kemi White Friday. Xhumaja në Islam është vetëm sa e bardhë, mrekulli, bekim. Në Islam nuk ka xhuma të zezë. As nuk na lejohet neve të besojmë, as të festojmë, as të bëjmë skaunte pra ulje e kështu me radhë. As reklama. Po mira, mund përfitojmë? Po, lejohet me përfitu nga rasti. Shef reklamën të atë, edhe futesh përfiton nga uljet që mund të ketë. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Ama që ti ta reklamosh një gjë të tillë,
nuk lejohet, sepse ne kemi xhumat e bardha. Pastaj ne nuk besojmë se Jezu Krishti Isa alayhisalam është kryqëzu. Për ne nuk është e zezë, për ne është e bardhë. Ne themi barrafa'ahu Allahu ilay, Zoti e ngriti lart. Ju që thonë e kanë kryqëzu, por ju është e zezë, kurse për ne është e bardhë sepse themi është dita e mrekullisë. Allahu e ngriti mbi qiell, pra ngriti lart dhe e ruajti Zoti nga kurthi që deshën ta vrasin. Besimi i muslimanëve. Shkurt s'bën. E humbë një fëmijë në muajin e 8, a bëhet kurban në këtë rast kur fëmia nuk lindi gjallë? Patjetër që po. Fëmia, edhe pse nuk ka lindur i gjallë, po ka lindur mbas muajit 4, bëhet për të kurban si me qenë i madh. U bë 3 muaj që nuk fal namaz, sepse këta të familjes time shkojnë dhe fryjnë nyja në familjen, me familjen me imponojnë a imi nuk mund të bindë që mos shkoj tek ai edhe pse është shirk. Ata shkruajnë dhe fryjnë nyja. Ta në çfarë lidhje ka kjo që ti s'fal namaz? Le të bëjnë ato çfarë dojnë. Ato të fryjnë nyja, të fryjnë litar, të fryjnë thas, të fryjnë kavanoza, poça. Ti vazhdo fal namaz. S'fal namaz do se këto fryjnë nyja. Po çfarë lidhje ka? Falu. S'ka, nuk të pengon kush nga falja. Nuk ka magji që e pengon njëu nga namazi. S'ka lidhje që e pengon njëu nga namazi. A, mund të ketë vështirësi, mund të ketë sikleta, ashtu falu. Me vështirësi, me siklete, ull, shtrinj, anash, majtas, djathtas. Namazi nuk linjet. Përderisa je musliman, as s'duhet shkoj nërmend një herë kjo lloj gjëje. Sa duhen fërkuar dhëmbët me këtë lëngun e çfarë është për djerë? Bismillahirrahmanirrahim. Hajde. Dohet të dija nga ana fetare se në përgjithësi fëmijëve kur janë bebe të posalindur kur mbushin 12 ditë ose 40 ditë, a duhen fërkuar dhëmbët e bebeve pak sa përshije me suprat që hajmë ne në mënyrë që fëmia kur të rritet të ketë të njohura këto shije. Po ku ka dhoma i herë 6 muajsh? Se di, kjo kthehet, këtu duhet me pyet specialistin, nuk merr vesh nga kjo pjesë. Nëse mjekët pediatër quhen, pediatër, këta që merren me bebat. Nëse mjekët pediatër thonë që kjo është gjë e mirë dhe ndikoka për të fiksuar fëmia shije dhe aromat e suprave, le ta thotë doktori këtë gjë. Jo hoxha, ku merr vesh hoxha nga kulinaria. S'morin vesh nga gatimet e këto gjëra. Kështu që Allahu e lehtësoft. Disa pakistanezë kanë blerë një godinë në Angli dhe duan ta bëjnë xhami dhe më kanë ofruar edhe mua punë në të. Mirë, po kam dëgjuar se ata janë sufista. Më lejohet që të punoj tek ata? Lejohet. Lejohet edhe pse janë sufista, lejohet me punu. Ne po themi lejohet me punu ke qafirat, e jo mo ke sufistat që janë musliman. Puno valla ke musliman, s'ka problem. A kam për obligim ti ushqej dhe t'ju jap të pinë ujë plumbat që vinë në balkon të egër? A kam gjyna në qëse nuk nxjerrë ushqim në balkon ose nuk ju ushqej? Jo, qëse ju ushqen, Zotë tash përbleft. Qëse nuk ju ushqen, s'ke asiloj obligimin ndaj plumbave të egër. A lejohet banoj një banesë që blehet me kredi? Unë jam prag fejesë dhe prindit duan që të ma bëjnë këtë dhuratë. Allah është përbleft. Mere, rregull jeti. Po ato da mojnë me për ç'po thua ty? A do të bëj dhuratë i shtëpi? Zoti është përbleft. Ç'kemë valla? Elhamdullah. Bota po shkon 30 vjet pa shtëpi. Ato do më ta bëjnë, pa ata e morin kështu ashtu. Shtu ty valla. Elhamdulillah që po ta morin, po ta bëjnë dhuratë. Ç'po duhet? Rerat. Tu ja Zoti udhëzoi në Islam, po masi të morin shtëpinë. O Allah, udhëzoi në Islam, masi të ma blejnë shtëpinë, ma japin, që mos të kenë gjinof, pas na e pranojnë Islamin, edhe ti e bo me shtëpi, edhe ato bëhen musliman, edhe elhamdulillah, dalin gjithë mirë. O Zot na fal, elhamdulillah. E rëndësishme, nëse ta bëjnë dhurat, i në rregull. Pavarësisht se si e marrin ato shtëpinë, ti je
Masha Allah. Desha të di diçka, kur të lëviz që palla e syrit, a do të thotë gjë sepse na kanë thënë që është një isharet nga Zoti se do të ndodhi diçka. Eç na ka gjetë alhamdulillah. Po ka i gjen këta gjona alhamdulillah. Ke parasysh kur lun syni që lun, është çështje nervore, nuk ka lidhje fare me isharete. Isharet çfarë do të thotë shqip? Shenjë. Mos është vallë kjo në një shenjë. S'ka lidhje fare me shenjat e piksimit. S'ka lidhje fare. Nuk lejohet me fol pa ngrit dorën. Kam humbur mamin tot para 3 vjetëve, do të thonë ka ndru jetë dhe bëj një pyetje. Kur të vdesa do të takohem me mamin dhe s'm ka dhënë askush përgjigje. Po si të pyetësh ignorantët, s'tjapin dot përgjigje. Në Islam ka përgjigje. Njerëzit besimtarë do të takohen me njëri tjetrin. Nëse njerëzit vdesin si jo besimtar, s'ka mo takime. Ama nëse vdes si besimtare dhe nëna jote ka ndru jetë si besimtare, patjetër që do të ketë takim. Madje mas vdekjes me njëherë takohet shpirti me shpirtin. Mas vdekjes shpirtrat e besimtarëve takohen. Dua të di, a lejohet sushi në Islam të përdoret, pasi që e kuptova rreth procesit të përgatitjes së orizit duheshka. Të lutem regjistroni fjalorin e ri që do të botohet të gjuhës shqipe, ky riu që të dali. Orizit duheshka. Po duhet apo duhet të qëndroj, duheshka të qëndroj disa orë në alkol. Kush e tha këtë more? Ku është ky sushi që duhet rika në alkol? Mos lexoni çdo gjë që ju paraqitet përpara. Sushi përgatitet me oriz normal, s'ka lidhje me alkolin, se na e bot morrin me diabet na e çut në spital. Ja keni çut diabetin mbi 5. Diabeti 800 morrit me këto muhabete. Thot orizi i sushit duhet të rri ka disa orë në alkol. Kush e tha këtë më? Nga e gjetën më dhe. Hej, Zoti më dhe, alhamdulillah. Po s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Stresit zero, a sushi knaqu. A bën ta bëjmë dhikën e darkës pasi hyn yatsia dhe të mëngjesit nga 9:10. Hajër, inshallah. Hajër, aman vetëm boje. Se kështu si e ke nis do të na bësh nga dreka javën tjetër, a bën me bot dhikrin e mëngjesit nga dreka, edhe dhikrin e darkës mas mesit natës. Dhikri i mëngjesit bëhet mas sabahut derisa të lindë dielli, dhe dhikri i darkës bëhet mas ikindie derisa të perëndojë dielli. Në raste të veçanta mund ta kaloj edhe mas akşamit edhe mas lindjes diellit. Nga ora 9:10 që ti marrë herë gjumin, ti hap hakun shtratit, kur çohem 9:10, i fuzi dhe i dhikër, e në selam aleikum, aleikum selam. Edhe në darkët i marrë të gjitha punët, falë dhe yatsin, i fuzi dhikër, alhamdulillah. Jetoj në Tiranë, por kam shtëpi edhe në Kukës dhe shkoj her pas here atje 1 ose 2 javë. A i kam lehtësimet e udhëtarit? Hiç, as në Tiranë, as në Kukës. Jashtë Tiranës dhe jashtë Kukësit quhesh udhëtar, sa të fuzësh komët në Tiranë, venali, sa të fuzësh komët ke ura e re e Kukësit, venali. Sa të kalojsh urën, udhëtar. Sa të futesh në urë, venali. Sa të kalojsh morinën, udhëtar. Sa të futesh në morinë, venali. Sa të futesh ke qafa e Kasharit, Tiranë. Sa të kalojsh qafën e Kasharit, udhëtar, venali. Pra, kur e kalon venali, kur futesh Kashari kënej, qafë Kashari kënej, je venali. Sa siklet. Me kë ka lidhje gjaku më të afërt fëmija? Kjo është pyetje. Kapi qik regjistroje fort.
Më ka lidhje gjaku më të afërt fëmia me njerëzit e nënës apo me njerëzit e babës. I ka zgjidhur gjitha hallet, gjitha problemet i ka ezaru, tani ka ngjerë edhe ky problem. Kjo është më afër. Alhamdulillah. Si thoni jo vëllezër, kjo është më afër. Varet se për çfarë. Po që puna për gjak dhe për trashëgimi dhe për të la borxhet është nga krahu i babës. Po që puna për dhimbshuri, po që puna për është nga krahu i nonës. Që secili ka pozicionin e vet. A lejohet të falet xhuma e dytë kur nuk mund të kapim të parën? Po, nuk ka asnjë lloj problemi nëse organizohet xhuma e dytë diku ose në të njëjtën xhami, lejohet që ta falim xhuman e dytë. A lejohet të gjohet ditë e premte nëse qëllon një nga ditët e bardha? Lejohet. A muj me marr abdes me pritezat transparente? Ka për qëllim protezat, të që vjen nga dhomë. Duke pas parasysh faktin që nuk lagen dhëmbët, jo s'bën. Do të me i heq. Përveç se nëse ka vështirësi të madhe, s'ka gjë. Për ndryshe, duhet me i heq. Nëse familja nuk pajtohen të martohemi shkaku se kemi diferencë në vite, mos i tregoni. Pse i tregoti që keni diferencë? Pse i tregoti që nusa është më e madhe se sa unë? Për shembull, pse i trego? Mos i trego. Pëlqej, prezantoje. Kur të bi muhabeti moshës tu, si jeni një mirë, si keni nga shtëpia? E në kaloj këtë fazë. Kur ti e di që këta njerëz kapen për gjona që nuk janë të sakta, ç'ë duhet? Tani ç'ë duhet, sa vjeç është? A do çuni gocën dhe goca çunin? Po. A ka ndonjë problem? Kështu s'ka asnjë problemi, mangësie problemi. Jo, po si mund të jetë nusja më e madhe, po çfarë ke ti më vllaz, po martohesh ti, po martohet çuni. Ja, po pas dan mendimin dhe këto s'quhet. Ose mund të jetë çuni për shembull më i madh, shumë. Qëllon valla. Mund të jetë 3 vjet më i madh. Mund të jetë 4 vjet, 5 vjet. Mund të jetë 8 vjet. Çfarë problemi ka? 10 vjet. Çfarë problemi ka? A janë dakord? A janë në përputhje me njëri tjetrin dhe kanë gjetë njëri tjetrin në kundërshtin të tjerë me fe tamam, me besim tamam? Ku është problemi? Kështu që hajër inshallah. Po s'kan të drejtë fetarisht familjet të ndalojnë çiftin të martohet për shkak të moshës, s'kan drejtë. Nëse morin shembull Islamin, pejgamberi sa vjeç ishte dhe sa vjeç ishte Hadixha. Pejgamberi sa vjeç ishte dhe sa vjeç ishte Aisha. Mbaroi historia. Po këto njerëz e duan Islamin si mas qefit. E duan Islamin si mas mides. Po jo më zotni, Islami nuk ka për të përshtat mides askujt. Ti po, mund të ush që unë kam qef që ti e shu orienton fëmin të atë, okej, bravo të qoftë, mund të orientosh ti fëmin, po jo që të ndalosh. A lejo të ashesim veshkën vetëm për fitime ekonomike? Jo, nuk lejohet në Islam, absolutisht, sepse trupi është amanet, ta ka dhënë Zotin përdorim, dhe nuk është pronë që ti të filloj të shesësh organet. Sot shet veshkën, nesër shet shrynin, pas nesër shet veshin, edhe na del gjysma gjel. S'lejohet fetarisht, haram. A një motër që kam filluar të mësoj Kur'an, mirë po më thojnë se po lexon dhe nuk po kupton, për këtë arsye ndërprite. Mos i ngjo këta njerëz që flasin me ignorancë, mos i dëgjo larg këtyre, larg se këta të ndotin ambientin e besimit, ta bëjnë pis. Herë mbas here postojnë në Facebook thënë të cilat mua më pëlqejnë dhe më bëjnë përshtypje, dhe ndonjëherë ka pas edhe nga këta të cilët ju thonë sufista. A ka problem nëse postoj? Nëse thënë është e saktë, çfarë problemi ka? Asnjë lloj problemi s'ka. Asnjë lloj problemi nuk
ka. Babai më ka ndruar jetë dhe shpesh shkoj te varrezat dhe bëj dua, por dikush më ka thënë se nuk bën të shkosh tek varri i babait, sepse ai tashmë është i vdekur. Do të jetë komunist ky. Komunistat thonë, a ka vdek? Tani i gjallëmi me të gjallëmit, i vdekmi me të vdekmit. Kurse në Islam nuk është kështu. Në Islam kur e viziton të vdekurin dhe i jep selam, thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ai e ndjen selamin e të gjallit dhe ja kthen selamin. Mos shko thot ke baba sa ai tashmë është i vdekur. Po pse është i vdekur, pra po e vizitoj. Kështu që poshtë komunizmi. A bën një pyetje me më kallëzu, kam pas zinxhir në qafë, pra zinxhir ka për qëllim, me lirë Florini, ka pas zinxhir me lirë Florini. Po u kput zinxhiri, thot, e lira më ka ranë tokë, shka kish mujt me u kanë. Asi gjë më është kput ka ranë tokë, është dobësu. Ka ardhur një moment që është dobësu ai zinxhiri, u kput edhe ka ra lira në tokë. Stresi zero, fare, hiç asgjë. Çka mund më u kanë? Hiç më asgjë, s'është asgjë, hiç fare, hiç. Më vin mendime të këqija, kjo po shkakton shumë shqetësim. Kur fali namaz po dhe jashtë namazit, kur bëj dhikr më vin mendime njerëz e gjëra kin se e këta po i adhuron. Shejtani, ngacmime dhe vezveset shejtanit, hiç mos e vrit mendin fare. Kur të vin këta mendime qesh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amantu billah, kam besuar në Allahun kaq. Thjesht shejtani kur e humb betejën me një njeri e ngacmon me këto lloj gjonash. Kur shejtani e ka humbur betejën me një njeri, e ngacmon me mendime të tilla. Kështu që mos e vrit mendin në rregull. Stresi zero. Punoj si pastruese dhe më duhet punoj dhe në shtëpi ku ka qenë dhe ato që rinë gjithanej, në divan e gjithanej. A është e vërtet se melekët nuk futen? E vërtet është që s'futen melekët, për shpun gjeti ti punë, pastroj ikë më shpitate. S'futen melekë e shtëpia aty, po me ty s'kan punë, më rregull jeti. Desha të pyes për emrin Lis. Lis, lejohet Lis. Është dru. Druni i Lisit. Lis, bir. S'ka asnjë problemi, Lis është okej. Dru. Dushk. Carac. Frashër. A dini që është një lloj druri që e ka emrin frashër? Kena pas bolla astiqe me frashërin. E arkojshim, e futshim në zjarr edhe dashi se unë bësha si specialisti i midhjes dhe i peshkut, unë e shifsha nga larg. Kohët e fundit ka ndodhur diçka e çuditshme, kur dal nga shtëpia dhe nisem për të ikur, unë nuk marr çelës me vete dhe u bë 2-3 herë që çelësi me cilin mbyllin portën në mënyrë të pashpjegueshme bie afër meje. Të kësaj çelësin që e mbyllin portën është shtëpi private, jo çelësi i shtëpisë. Hajr inshallah, mos u boni me kështu, me fiksime. Spërkateni shtëpinë me ujë të knum, vendosni surën El Bekare në shtëpi, edhe stresi zero. Kam një mace dhe kam dëgjuar se thonë se macja mund të shoftë krijesa që syri nuk i shef. Për shembull, thonë që macja sheh engjëjt edhe e xhinët. Aman, nga i gjeni këto gjëra të bukura, më alhamdulillah. Nga i gjeni, nga i gjeni. S'ka ndonjë gjë më vëlla, e zem se i pa, e zem se nuk i pa. Ç'pun keti me këtë pjesë? Pse duhet më u stresu kot? Qofse gjatë përfundimit të marrjes së gusullit, pra larjes së përgjithshme, del pak urinë nga pamundësia për të mbajt, a detyron kjo përsëritjen e gusullit? Jo. Nuk përsëritet gusli, thjesht përsëritet abdesi dhe stresi zero.
urdhëro një nga këto faqet e famshme, nga i gjenë këto tituj bombastik, më vëlla, çfarë tituj më vëlla. Çfarë thotë aty? Atë ka humbur kuptimi i jetës, ja zgjidhja. Mbulesa ime që ka faqja. Të ka humbur kuptimi i jetës, vendos dorën e djathtë në gjoks dhe thuaj 3 herë. O Zot, me pushtetin tënd për çdo magji, mallkim, mësysh, nusk, nyje, që kanë lidhur kundër meje dhe familjes time njerëzit. Dërgoja vetëm atyre që i konsideron miq të ngushtë. Me miliona klikime, edhe thu ti që s'ka budallaj rreth e përqark nesh. Po ka bra se çdo lloj postimi mytet nga klikimet. Nuk ekziston kjo gjëja, nuk ekziston. Të ka humbur kuptimi i jetës, apo ka humbur kuptimi i kuletës dhe i qepës. Kështu që kujdes, mos u mashtroni nga emrat e faqeve, mos u mashtroni nga emrat e faqeve. Pyetja ime ka të bëjë me njerëz që janë të sëmurë prej migrenës ose dhimbjes së tepërt të kokës. E pashtë një lloj shërimi që ishte me shpu veshin disa herë, me vënë disa vath në vesh. Vallë të jetë shkencore kjo gjëja? Unë nuk besoj se është shkencore. Megjithatë, nëse është e vërtetuar shkencërisht, lejohet. Nëse është muhabet e Facebooku, e TikToku, Instagrami, atëherë larg budallëve. A lejo të punosh në një kompani që ka aktivitet në disa fusha, ndërtohet dhe fusha e basteve, llotari online. Nëse ti zgjedh që të punosh në sektorin që nuk merret me menaxhimin e këtyre, lejohet, përderisa s'përzihesh me haramun, je në rregull. Çfarë ti themi atij bashkëshorti musliman praktikant që sa vjen nga puna gjithë kohën e kalon në telefon dhe në TikTok ose në filma? Leja punët pa bërë, e kur të vjej thotë ku është kjo, ku kam qenë TikTok. Kam qenë të pa filma gjithë ditën. Pra burri duhet kuptoj se gruaja ka ardhur për burr, e do burr, e do të jetoj me burr, do të flasi me burr, do danoç që e trajton si princesh e si mretnesh. Momenti që burri kur vjen nga puna i fut i TikTok gjithë natën, e YouTube, e Instagram, po gruaja çfarë duhet bëj? Edhe gruaja kështu të veproj. Të hapi adresën TikTok, të shkruaj. Se të hapi adresën të Instagram dhe të shkruaj. Të thësia, je mirë. A u lodha sot nga puna? A da hajmë darkë? Çfarë mund të jemi për shprehjen lek të qelbta? Përgjigjen për këtë ka thonë Qazim Mulleti. Se tha, ka i naplon për dita, nuk janë më të qelbta. A kështu ishte shpreha? 5 franga. A mërë tata se 5 franga, pa 5 franga. A mërë tata se 5 franga të qelbta për ditë, nuk janë më të qelbta. Në rregullisht ai, se 5 franga, 30 ditë, 150 franga. Qazim Mulleti sa për djeni o vlezën, pavarësisht aty u mundun me ja ul figurën, po janë ngritën figurën. E qitën me namaz, e qitën me abdes, e qitën me shprehje estagfirullah, elhamdulillah, la ilaha illallah. Dhe më thonë subhanallah, kur komunizmi i bë golin vetes. Me skeçin, ose me atë, si quhet, komedin. Për Qazim Mulletin, komunizmi i ka boj gol të madh vetes. Do më thonë termat fetar, edhe pse ishte viti 80 dhe sa s'kishin hum akoma. Abdesi, ezoni, estagfirullah, la ilaha illallah, kauri. Dhe ky tha, kaur, tha, po se ka çu gocën me partizantë, estagfirullah.
Si ishte ka urë, ishte ta mama, ishte musliman danaç, se kishte shumë kosën me partizan të malë. E rëndësishme. Pra ideja është që Qazim Mulleti, mos ta harrojmë, ka qenë besimtar. Ka qenë figurë shumë e veçantë dhe e rrallë. Dhe unë mendoj se një nga treguesit e zgjuarsisë tij është se ai nuk u kthye më në Shqipëri mbasi e morën pushtetin komunistat e kuq. Kjo tregon thellësinë e mendimit të tij dhe zgjuarsinë. E kanë bërë ofertat e i kanë thonë që atë s'ka gjë. Sepse s'kan besë. Ai që ka pren besë Allahun, Zotin, si mund të kesh besë për ti, si mund të kesh siguri tek ai. Kështu që Qazim Mulleti, Zoti e mëshiroft dhe në bashkoft me të në xhenet, ka qenë danoç Tirane, po që e ka meritu këtë titull. Se shumë vetës thonë vetet danoç, a më danoç, kur ta shoh danoçin ti s'ka pikë mendjen tru. Ama ai ka qenë danoç. Me namaz, me 5-6 gjuhë të huaja, njëri kompetent, intelektual, me i xhandare ka marrë Tiranën. Me Mon Kukaleshin, Allahu e mëshiroft. Mon Kukaleshi ka qenë me 5 vakte. Dhe njerëzit e familjarët e tij kemi njoft. Dhe një nga nipërat e tij e kemi njoft personalisht. Njerëz me tabon, njerëz devotshëm, njerëz musliman të vërtet. E rëndësishme thot, na nxorrit nga tema, pasi nuk më duket normale që muslimani tropatë 8 orë në këmbë në punë dhe thot lek të qelbta. Hajë inshallah, ato të qelbta janë, po s'ke çfarë të bësh, s'bëhet pa to. Nuk bëhet pa to, po. Hajë inshallah. Këto ngritjet i thu të qelbta, i thu ja të qelbta, mua bete koti më duken. Para 3 viteve kam qenë shtatzën dhe nuk kam agjëruar asnjë ditë vetëm shkak gjendjes shëndetësore. Tani kam vendosur të agjëroj këto ditë, pa duhet të agjëroj pa ndërprerje, jo, s'ka lidhje. Mundesh pa ndërprerje, mundesh me ndërprerje, stresi zero. E rëndësishme është që duhet me agjëru këto ditë. A lejo të përdoret shprehja fat gjatë një mundësie të dhënë? Po, fat do të thonë kader. Kaderi i Zotit. Kader nuk ka problem. Nuk ka asnjë lloj problemi. Jam e martuar që 13 vite dhe burri jeton në Gjermani, unë jetoj me prindërit e burrit. I bëj të gjitha punët e shtëpisë, vjera sillet shumë keq me mua, më ofendon mallkon, më fshesh gjërat ushqimore. Dhe gjatë gjithë kohës nga sonë fjalë, kur ankom tek burri më thotë s'kam çka baj. Se kam nën, frigohem se i në hak. Atër për mendim të kjo motra ka 2 zgjidhje. 3 zgjidhje. O të duroj, që unë zdoja këshilloja, pse duhet të vuj, po mund duroj. Një nga alternativë është durimi. Inshallah, duroj. Alternativa e dytë është që të kërkoj dalin vete. Kërkoj dalin vete. Në këto raste i lejohet nuses të kërkoj me dalin vete. Sepse nuk jetohet me kafshë, nëse kjo është e vërtet. Shekulli 20, e sa jemi tani? 21. Apo 22? Shekulli 21. Akoma fshihet ushqimi që mos ta hajë nusja? Këtë s'ka libër Guinness që e merr këtë vjerë. Këtë lloj vjerë nuk ka libër Guinness që e merr. Dhe çuni thot kam frigohem se mos i hyn hak nanës. Që non duhet denoncu, duhet çun prokurori. Atëherë gjëja e dytë që ka drejt është të kërkoj me dalin vete, o të duroj, o të dalin vete, ose e treta është që flasi me prindërit e saj, me njerëzit e saj të cilët duhet t'i dalin për Zot kësaj situate. Të vejnë pikat mbi i, kjo mundësisht ta inqizoj këtë gjallësën, të kuçedrën, ta inqizoj, kur i nalon ushqimin,
kur e shan, kur e ofendon, kur e mallkon kot, edhe ti thot çunit gjallë, thot. O maje, lidhe, ose ta nxorra në ndjerjet sociale, ta nxorra që jeta është qef apo të këto faqet ke piranjat, edhe mos ta shoh modern, po të paktën edhe ty do ta bëj, do ta jap hakun. Të shohin njerëzit mostra. Ndoshta vaksina i ka bë këto vjera kështu. I ka qellu në mikrob zombi në vaksin, edhe vjera është ndruar në kuçedër. A lejo zbardhimi i dhëmve, mis buzëqeshja, lejohet. Zbardhoj sa të dush e si të dush. A falen synetet e drekës para xhumas. Xhumaja nuk ka synet për para. Ka një mendim, se janë 4, hadithi është dobët, po ka një mendim, pa edhe ai mendimi nuk thot synet dreke, po thot synetet e xhumas. Po jo synet dreke. Kur falen vetëm namazet me zë, i fal me zë, po ato pa zë, po. Me zë, pa zë, edhe nëse falesh vetëm. Kur je udhëtar dhe po bashkon namazet bashk, drejt me ikindin, e nëse mbrin të orari namazit që ti e ke falur të dytit, a duhet falësh plot namazin? Pra, për shembull, është udhëtar, është në Shkodër, se ka falë drekën me ikindin në Shkodër, erdhi në Tiranë në kohën e ikindis. Si duhet ta fali? 4 drekën, 4 ikindin. A merr gjuna? Pse si ka bashku në udhtim s'merr, sepse ka lehtësimin derisa kthehet në shtëpi. Pra mund ta fali drekën dhe ikindin në Shkodër, në Lezhë, në Laç, ç'është tjetër? Fushkruj, deri në Kamës, pa hyrë në Kamës akoma, si quhet në Tapiz, e derisa s'ka hyrë në Kamës, derisa s'ka hyrë në qaftë Kasharit. A merr gjuna, s'merr gjuna, se i ka lehtësimet e udhëtarit. E nëse futet në Tiranë për shembull, nuk i fal më 2, sa që ishin këto kufint, po i fal sa 4. A merr gjuna? S'merr gjuna fare. Kur falem në shtëpi thot kërcasin mobiljet e shtëpisë. Po mund të ketë tenja, mund të haj tenja. Po pse nuk jeni jashtë faljes? Jashtë faljes ka zhurmë. Kur njëri thot Allahu Akbar, qetësi absolute, edhe njihet ajo. A nini tani? Po në gjatë gjithë saj kohë, po e gritë, qa se kini një. Po nga që mu po shova ju e njët. Në regull. E rëndësishme, nëse është diçka e tillë, vendos surën El Bekare në shtëpi, edhe inshallah taala s'ka më kërcitje. E dini historinë atij që kishte nxjerrë shtëpinë shitje, dhe shtëpia ishte e vjetër, kërciste kër. E ky e kishte lavdruar shtëpinë shumë. Kur edhe ai më pa, se gjë, mirë kështu u dukte, po kur ne idheni çik të qetësi, filloi shtëpia të ja bë kër. Tha vllata, ç'është kjo? Tha, o të përmend Allahun, tha të botë zbi. Mirë, ta hajde dalim jashtë, bëjmë pazar, ta sta blej shtëpinë. Tha pse? Kam frikë tha se shtëpia jote bjerë në sejdë në ditë. Po vjen shtëpia në sejdë, Allahu Akbar. Qa të bëj, pra çfarë të bëj ka për qëllim, kur në familjen e burrit ka vetëm padrejtësi. Asnjë mos bësh çfarë duhet ty me shtëpinë e burrit. Ti shi veten tate, familjen tate, burrin tat. Se s'ka ardhur zgjidhësja e problemeve të familjes burrit apo mesia shpëtimtare e familjes burrit. Rrim punë tatën me saptat. Bëjmë padrejtësi, është puna atyne. Po të pyeten ai herë për men, ip men. Po të dha rasti me këshillo. Stresi 0. Kam një kolege të punës që falet e që po e shqetëson një gjë. E mirëmban veten e kësaj gjërash, po ka dyshimin nëse i bën thojt
se ka shumë dëshirë t'i bëj, po friksohet se nuk i pranohet namazi. Që e ka mashallah kështu, pas ka shije. Jo, nuk pranohet as abdesi, as namazi, po boni thojt. Kështu që Allah e lehtësoft. Çfarë bëjmë me namazin që nuk e kemi falur në të kaluarën? Ka dy opinione dietarësh, ka një mendim që thotë duhen përsëriten dal nga dal, dhe mendimi më i saktë është që pendimi për mosfaljen e këtyre namazeve fshin mëkatin e mosfaljes, pra nuk obligohet. Përveç se nëse bëhet fjalë një apo dy namaze që mund t'i kenë neglizhencë etj, po jo 30 vjet pa fal namaz, u pendu, s'ka obligim me fal mo namaz. Kaluarët. Nëse bashkëshorti akuzon bashkëshorten e tij për imoralitet dhe i fut në fund fare një arsyetim, unë mendoj ashtu. Avdall, hajvan. Si mund të thosh ti për gruan tatë ti ke bëj imoralitet se unë mendoj kështu. Kjo fjala ti ke bëj imoralitet shumë e rëndë te Allahu. Shumë e rëndë në botën tjetër. Ti thosh gruash që ti ke bëj imoralitet, do të thotë se ti e ke haram me jetu me atë grua kafsh. Po nëse gruaja jote ka bëj imoralitet, si rritim atë? Jo, po kështu mendoj unë, po mirë, mendon kështu. Selam aleikum, aleikum selam. Subhanallah. S'janë, nuk janë. Ndoshta do bëhen më vonë, po për momentin nuk kanë arrit pragun e të quajturit njeri. Vallahi bilaj probleme shumë të mëdha, pasha Allahun. Në seksionin e trurit të mesëm. Çfarë ndodh? Kemi trurin e madh, trurin e vogël, i mesmi që i lidh. Këty në njerëz nuk u punon i mesmi. Ka humb pasvordi, edhe ke kështu sjelljesh. Pasha Allahun, që s'ka zot tjetër përveç tij. Nuk janë normal këta njerëz. Alhamdulillah. A është e vërtetë që kush e lexon surën El-Waqi'a çdo natë se godet mirimi dhe varfëria? Nuk ka transmetim të saktë, është hadith i dobët. Nëse falim namaz në shtëpi me familje dhe shok, por jemi xhamat burra gra, lejohet të falemi gjithë me një dhomë? Lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Burrat përpara, gratë mrapa. A lejohet që t'i themi dikujt të keqen unë ty, se më ka thënë se nuk lejohet se i merr të këqijat? Po mirë, kur thotë ai të keqen është punë për gëdhelia, por nuk ka lidhje me i marr të këqijat me Bluetooth, me AirDrop. Hej zoti i madh. Hej zot. Ke frikë me thoni vëlla se më njëherë s'lejohet. Faleminderit, astagfirullah. Si i falesh nderit ty? Do të më fal vetëm Allahut. Ej zoti i madh. Ej zoti i madh, alhamdulillah. S'ka, do të më qeni sabërli më, duhet më qenë. A bën të mbash syt drejt në namaz pasi kanë parë imamët në Qabe që lexojnë Kur'an dhe shikojnë Qaben? Pirë. Për ty lejohet kur të bësh imam Qabje. Kur të bësh imam Qabje, vallahi ty të lejohet me pa Qaben drejt, pasha Allah. Vetëm bëj imam Qabje ti. Po ç'ke fundi me imam të Qabes, imam të Qabes, alhamdulillah. Nuk lejohet me pa drejt. Edhe nëse imam të Qabes shohin drejt. Ne shohim venin e sejdës. Venin e sejdës. Ka një mendim që e lejon, por më saktë është që shifet veni i sejdës. Familjarët e vajzës nuk lejojnë që vajzën që qëndrojë me këtë djalë sepse kanë dëgjuar për të fjalë jo të mira. Faktikisht djali është në rregull me namazin, i thot gocës që mos shkoj tek ato vendet ku bëhen shirk, i thot mos bëj hajmali, dhe këto thonë që ky është fe tjetër. Ja, në këto lloj situatash me dhëbin Hanefi është për ta puthur mball, edhe mes dy syve edhe në faqe. Kur ka kështu lloj krijesash, zbatohet me dhëbi Hanefi. E marto muftiu, e marto imami, edhe prindrit le të vazhdojnë me karamele në gojë.
jetoj në Angli dhe kam punë nga mëngjesi deri në darkë, 2 falje i bëjnë shtëpi, pra mëngjesin edhe yacin, ndërsa 3 falje i bëjnë fugon, sepse me të punoj si delivery. Si lexohet kjo? Delivery. Si tha njëri ta hoshta nuk lexohet, nuk është LGBT tha ajo. Se kisha thonë për atë ChatGPT-n. Kisha thonë LGBT. 74 veta më kanë shkruajt në privat. Hoxhi nderuar, nuk thuhet LGBT, po thuhet ChatGPT. Tash iku mohabet, iku. E ka marr Facebook, e ka marr. Inshallah se kapin këto të zgjutit. Atëherë kjo lexojte? Si lexojte? Delivery. Falem fugon, s'ka problem vlla, falem fugon në rregull. Vetëm xhumon mos na e falem fugon. Tjerat falem fugon, po duhet të jesh në këmbë. Jo ul, po në këmbë. Je okay. Çfarë thot feja për këta apat ku mund të regjistrohen musliman për më njoftu me çiftin tjetër, më u martu. Çfarë thot feja islame për këto aplikacionet, ku mund të regjistrohen muslimanët dhe muslimanet, që më njoftu me çift, jo me çiftin, se s'bën më njoftu me çift, po më njoftu me dikë tjetër që me kriju çift. Lejohet, s'ka problem. E rëndësishme të jetë halal. Mos ketë haram aty drejti, po që halal në rregull je. Pyetje e bukur është kjo. Hoxh po shkruan në emër të disa motrave besimtare, thotë që ndajmë të njëjtin fat. Nga ana ekonomike thotë jemi mirë, alhamdulillah, burrat punojnë duke na mundsuar një jetë goxha komode. Dhe për këtë nuk kemi ankesa. Bravo, alhamdulillah. Ja, ka njerëz mashallah kjo botë. Shi sa bukur thotë. Nga ana ekonomike jemi mirë, alhamdulillah, burrat punojnë duke na mundsuar një jetë goxha komode dhe për këtë s'kemi ankesa. Prit se ka dardha bishtin mrapa. Problemi qëndron se e kanë keq kuptuar sensin e punës dhe nuk njohin kufi ngopje. Ndërkaq ne jemi të tej ngopura dhe nuk kemi nevojë për më shumë të mira materiale apo fizike. Po i rrisim fëmijët vetë me shumë sakrifica sikur të jemi nënat vetë me pa burra. Këtej nga perëndimi i thon single moms. Dhe kjo gjë s'na pëlqen fare. Punojnë gjatë gjithë kohës pa nevojë për të punuar kaq tepër dhe kaq shumë. Tani për ta riformuluar pyetjen, apo kërkojmë ne gratë diçka absurde, apo janë ata duke na hyrë neve në hak me këtë lloj sjellje që na harrojnë sakt. Vallahi bilaj pasha Allahun, pyetje me vend, shqetësim me vend, edhe perl. Zoti ju dhon shëndet o motër, unë e mbështes ankesën tuaj, keni plotësisht të drejtë. Ne burrat ka shumë herë raste që ja fusim kot. Dhe një nga raste që ne burrat ja fusim kot, është ky rasti këtu. Valla, gruaja ka nevojë për burrë, shtëpia ka nevojë fëmia për babën, detyrat me bë bashkë, me lëviz bashkë, me dal bashkë, me shku bashkë, me ardh bashkë. Ba, duhet jetë në shtëpi. Një po thot baba se të bëjmë edhe këtë, të bëjmë edhe atë, se do të morim edhe atë, se do të morim edhe atë. Por nuk kemi nevojë, më okay, alhamdulillah. Kështu që perl, kjo ka qenë perla e kësaj nate. Zoti i bekoft të motra që me të vërtet e shohin jetën bashkëshortore si ortakëri. Dhe jo diçka që punon gjithë secili në vete, edhe shih na mas 5-6 muaj në herë. A lejo të punoj si shef kuzhinë në një restorant që shërbehet dhe alkooli, por pjesa e kuzhinës nuk ka alkool as mishderi. Rregull jetë. A pjesa tjetër le të bëj çfarë det. Djali është 5 vjet e unë kam ushqyer me gjë rregullisht deri në moshën 2 vjeçare. Pas moshës 2 vjeçare disa herë ka kërkuar të pi, disa herë jo. Kam dëgjuar se nëse janë ndalë gjithënien e pastaj ja jap prap qoftë edhe ndonjëherë të vetme, djali do të ketë sysh. Pra do të ketë syrin e rënd, këdo që e sheh e ham sysh.
pralla, se në vërtet hiç. Si jemi me kohën? Mbrëm pa dashje e mbytja një mazë, ishte fshehur poshtë makinës, po jam shumë e mërzitur për atë që ndodhi. Stresi zero. Se ke bo me dashje, hajër inshallah. Kam një motër e cila është në moshën X, qysh sa unë jam martuar asaj vetëm i bin flokët, madje ndonjëherë edhe pulla. Dermatologu, tricologu, që është më i mirë këtu në Itali, nuk kanë dhënë zgjidhje. Unë mendoj që duhet me i bona i kënim, përderisa nuk ka zgjidhje nga ana mjekësore, klinikale, shkencore, duhet me e kënu se mund t'jetë bërë në imagji kur je martu ti dhe mund t'i kenë bona i gjokë sa i fëmis shkret, kështu që duhet me e kënu këne i hoxh, duhet me e kënu pa tjetër. Bori ka bërë të gjitha kontrol dhe analizë dhe dalin krejt mirë, ka një siklet në trup që rrinë vetëm smur, ka dhimi bargu, pin barna pa pushim, dhe nuk i ndalet dhimbja, mjekësia nuk i thot asgjë. Rukje, knojeni se kjo është e qartë fare. Nëse një produkt ka 0,04% alkohol, a është halal? Halal është. Nuk ka dehje për këtij lloj produkti. A është i sakt ky hadithi? Yes, kapi. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thot, merruni me tregti se në të janë 9 nga 10 pjesët e rrezikut. Jo, nuk është i saktë. Pyet e pak Hoxha Ahmedin, a duhet me marr taharet para se me marr abdes? Ja, po e pyesim tani. Taharet çfarë do të thotë? Me u la nga poshtë para se me marr abdes. Nëse është e nevojshme, po. A mund të thotë se është e nevojshme, pse duhet me u la nga poshtë? Në rregull. Jam e martuar, por jetoj në shtëpinë vete, por kur shkoj tek Vjera dhe du mu la mbas dite, më thot Vjera mos u laj tani para dielli. Po mos u laj ke Vjera, mirë ka Vjera. Lau ke shtëpia jote. Në rregull është Vjera. Boçë boti me burrin tot shkolash ke Vjera. Kështu që lau ke shtëpia jote ka drejt Vjera, po s'ka lidhje sa o keq. Ky muhabet s'ka terslik. Po Vjera ka i farë drejtë. Fetarisht nuk përbën asë lloj problemi që më ula para dielli ose mas i ka ra dielli. Por, thënë mua të forta, vetëm shqiptarët kanë kështu muhabetesh. I thot Vjera nusës mos u laj para dielli. Por ç'të duhet me të falë të Allahu. Ka ra dielli, është 3 dielli. E ka zonë gjumi dielli. Po leje me të larë të shkreta. Po edhe kjo mosh, ka rri gjithë ditë në shtëpitë vet, kurse për të lash ka mu lage Vjera. I zoti shmat. Alhamdulillah. Kam dëgjuar se nuk kur bën dua, duhet patjetër të bësh salavatën në pejgamberin sa sem për ndryshe nuk pranohet duaja. Pa ajo rrin ajër derisa të bësh salavate. Tani kjo ideja e çumë salavate kur bën dua nuk është kjo rregull e përhershme, por kur njeriu ndalet për të bërë dua për diçka, hall, siklet, vështirësi, do me bëj dua për diçka, prej edukatës së duas është të çoj salavat me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Po jo që pos bënë salavat pra nuk ekziston. Kjo gjë si rregull, po është hadithi, po nuk duhet keq kuptuar. Për shembull, jenë sejdë ti për shembull. Do të shë salavat, Allahumma salli ala Muhammedin, wa ala ali Muhammedin, wa sallit ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, po pse që do me thonë, o Zot më falë? Pra, ti harxhon 1 minutë ko, xhamotit i bjerë të fikë, po që e imam, ti se du të bësh dua për shemë. Po duaja s'pranohet pa salavat. Kur ta shohësh xhamotin me gunga nga balli, prej sejdë zgjat. Kështu që nuk ekziston kjo gjëja. Hadithi është i saktë, po nuk nënkupton sa herë bën dua. O vëlla, ti do thosh, o Zot më falë.
Jo, do të thoshe Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin wa salli ala. Pastaj o Allah më fal. Vetë pejgamberi sa s'ka bëu kështu. Vetë pejgamberi sa nuk ka bëu kështu. Nuk ka transmetim të saktë që pejgamberi sa herë bonte dua, bonte salavat. Sallallahu alaihi wasallam. Ka shumë transmetime të sakta që pejgamberi sa ka bëu dua pa çu salavat. Kështu që domethënë varja e gjithë gjës tek një hadith është problem shumë i madh. Kam djalin 1 vjeç e gjys dhe po ngrihet me avash, vjera thotë që duhet t'ja presim frikën. Një lloj adeti që u bënte ditën e diel, po unë kam parë diku rastisht, kur një hoxh thoshte se nuk është mirë. Tani unë nuk kam një herë për këtë prerjen e frikës. Se kështu do të më fut shumë njerëz ke ky seksion i prerjes frikës. I myti frika njerëzit. Kështu që nëse ekziston diçka shkencore që pret frikat e njerëzve, vallai do ta mirëprisim. Do të hapim një kështu klinika e prerjes së frikës. Jam i sigurt që do të kemi 1.300.000 klient. Do ta kemi 24 orë full klinikën. Kështu që unë nuk di që të ekzistojë kjo gjë fetarisht apo klinikisht apo mjekësisht, po duket më shumë pralla pleq e plakash. Vaginalet dhe namazi, a mund të falet femra kur përdor ilaçe që depërtojnë apo duhet për shembull çdo herë të marrë gusl? Jo, më asnjë fare hiç. As gusl as abdes. Këto lloj ilaçesh nuk prishin abdesin, as nuk e obligojnë abdesin, as nuk e prishin guslin dhe as nuk e obligojnë guslin.